si një vendim të gjykatësve që në këtë rast zbaton ligjin. Por këtë e komentoj gjithashtu si një dhuratë që Edi Rama, që nuk njeh asnjë lloj ligji dhe morali, i bëri pa dashje kundërshtarit tij kryesor brenda në parti, Elion Velis. Sepse e trajtoi atë, siç e tha, si serial killer në qeli, e trajtoi në atë shkallë sa detyrosha unë, një njeriu që s'duhet t'ja ndëgjoj emrin, detyrosha t'i dilja Zot për të drejtat themelore që ka njeriu. E trajtoi në atë mënyrë, siç e tha ai vet, si serial killer në burg. E trajtoi në atë mënyrë që shkeli Konventin Europiane të Drejtave Njeriut, Kushtetutën dhe çdo lloj standardi të qëndrimit të një shteti ndaj të burgosurve. Dhe me këto ai i dha Elion Velis avantazhin e sotme de facto. Nuk ka moral se Haram Begaj edhe Edi Rama janë të palosur, që të dy janë të rrëzuar me këtë vendim. Mirupafshim.